kthehemi sigurisht edhe në temën e nxehtë që po diskutohet. Jemi tek balluku dhe ky raport i ri me Spakun, sidomos edhe pas masave të arrestit, masave të sigurisë ndaj kupolës së Akshit, por edhe biznesmenëve të lidhur me të dhe të lidhur me kryeministrin Rama. Agim Neshon kemi në lidhje të drejtë për drejtë video. Mirëmëngjes ambasador, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Flavio, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë. Kemi gjithashtu edhe Franc Nurin, do ta kemi në video, por do doja të fillonim menjëherë bashkë ambasador me një pyetje të thjeshtë. Nuk na duket askujt, nuk po i duket si dora e Spakut, veçanërisht kjo lëvizje ndaj personave aktiv në qeverisje dhe në administratë, të cilët janë me këto masa dhe me këto kërkesa të Spakut për masë sigurie. Ta themi në mënyrë të drejtë për drejtë. Këto amerikanët. Po. E kuptoj Flavio. Janë ata apo s'janë ata? Flavio, dua të them një gjë që amerikanët për mendimin tim kanë një rol të jashtëzakonshëm në këtë drejtim, për arsye sepse kanë korrigjuar atë shënjestrën e Spakut, duke ditur që kanë investuar bashkë me Bashkimin Evropian për të krijuar një organizëm, një institucion të pavarur. Mendoj që ju ka thënë Spakut, i cili deri tani ka qenë i dirigjuar si një drejtësi, si një armë politike kundër opozitës dhe institucioneve të tjera, me gjithë ngjarjet që kanë parakaluar përpara nesh, dhe në këtë kuptim nuk mund të mbyllën syt përpara një korrupsioni galopant të një shteti i cili është një narkoshtet me zotin Rama, të fakteve të padiskutueshme të lidhjes me krimin e organizuar, sidomos me Sinaloan, kështu që janë rritur edhe kërkesat e tyre për të penguar këtë veprimtari që për gjithë vendet perëndimore është te kalimi i vijës së kuqe për çdo regjim. Megjithatë, është pak e çuditshme se si u shkërmoq kaq shpejt kështjella e rërës, ndoshta që duke si granit e kryeministrit dhe mbi të gjitha, duket sikur askujt nuk po i shkon ndërmend t'i kërkoj dorëheqjen. Pa diskutim, po Flavio, ti e the vetë që kryeministri është kapur mat në gjithë këtë veprimtari, për arsye sepse nuk mund të justifikohet në radhë parë, nuk mund të thotë që bashkëpunëtorët e tij, të cilët kanë mbushur paraburgimet ose janë në çështje të hetuara tashmë nga Spaku që han dardha dhe kumbulla mbrapa shpinës së tij, është nën kryeministrja, njeriu që ka punuar ngushtë me zotin Rama, dhe në këtë kuptim zoti Rama është i prekur direkt nga të gjitha aferat që po investigohen për zonjën Balluku. Prandaj në këtë rast goditja e Spakut indirekt ka kapur zotin Rama, i cili ka edhe fakte të pamohueshme, sidomos tenderi që ka zhvilluar në Turqi me pjesëmarrjen e drejt për drejt të tij. Dhe duhet të themi një fakt që në Shqipëri, jo vetëm nga ato deklarimet e Arben Ahmetajt, një nga zyrtarët më të lartë që ka punuar për 11 vjet me zotin Rama dhe që ka kuptuar se si funksionon mekanizmi i këtij regjimi të korruptuar, kur ka thënë që kreu i organizatës është pikërisht kryeministri shqiptar, i cili duke ndëjtur në balkonin e shtëpisë, duke ngrënë qofte, ka ndarë pjesë të pasurisë publike financiare të Shqipërisë. Dhe ne kemi parë dhe kemi faktin konkret sot për tunelin e Llogoras edhe për shumë tendera të tjerë që dihet që kryeministri ka qenë jo vetëm dirigjuesi këtyre, por ka një kohë të gjatë që përdor lieutenantët e tij, zëvendësit e tij për të firmosur në afera korruptive të tilla. Prandaj, kjo veprimtari në fakt është direkt që synon për t'u afruar dhe për të kapur kreun e organizatës që është pikërisht kryeministri shqiptar.
ose më mirë të themi që ky duhet jetë pikë synimi, për arsye sepse edhe partnerët ndërkombëtar, të cilët kërkojnë që Shqipëria të ketë një ecuri në integrimin e saj perëndimor, të respektojë ato kriteret kryesore të Kopenhagenit, vlerat, principet perëndimore dhe të mos jetë një shtet i cili më tepër është një autokraci lindore se sa është një vend që ka një perspektivë perëndimore. Prandaj është një rast i mirë. Nëse e kuptoj qartë, ambasador, po thoni që mund të jetë tradhtuar Rama edhe nga europianët që e llastuan dhe mbajtën aq fort? Rama është nga ata persona që ble në mënyrë të jashtëzakonshme influencë te europianët, e ka krijuar këtë sistem me burokratët. Ne shohim nga dita në ditë fakte edhe në televizionin tuaj të nderuar se si pjesëtar të familjes të ambasadorëve, direkt zyrtar të lartë të burokrat të Brukselit kanë qenë në bashkëpunim të ngushtë në retorikat e tyre të shprehura pro Ramës, por çdo gjë ka një kufi dhe dihet që europianët ashtu si të përkrajnë kur nuk mirret vesh se çfarë ndodh në realitet, ashtu dhe të lëshojnë menjëherë. Kam përshtypjen që zoti Rama, pasqyrën më të qartë të veprimtarisë së shtetit të tij të narkoshtetit, është pasqyruar sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët i kanë vënë kufirin te thana. Duket që ai përpiqet të blejë influencë, por gjatë gjithë kësaj periudhe të gjithë përpjekjet e tij kanë qenë të dështuara, sepse është një person tepër i komprometuar, një person i cili ka luajtur me shumë porta dhe është i pabesueshëm, aq më tepër që është kapur në një veprimtari, sidomos me krimin e organizuar, me kapjen duke bërë takimet dhe dhënien e licencave të kazinos me Sinaloen, të cilat prekin direkt interesat jetike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor, nuk e di se e kam edhe Franc Nurin, në fakt do doja ta kisha një koment nga ai mbi të gjitha, sepse duket sikur diçka e çuditshme po ndodh edhe në drejtësi, veçanërisht kjo loja e Spakut na bën pak dyshuese. Filloi me një mas pezullimi dhe më pas kaloi te masa klasike. Mirëmëngjes, Flavio. Po, është për Nurin kjo pyetje, lutem. Në rregull, mirë, thash se si ishte. Jo, është. Po. Faleminderit, Flavio. Atëherë është pak një rast, domethënë, që siç e thatë dhe ju, i veçantë, sepse normalisht duhet ishte kërkuar masa e arrestit që në fillim për akuza të tilla, aq më tepër që dje kur u prezantua dhe zyrtarisht kërkesa në Kuvendin e Shqipërisë nga ana e prokurisë posaçme, u lat kuptohej që kishte regjistrim akuzash edhe për lote të tjera të Unazës Tiranës. Pra, fakti se Unaza e Tiranës ishte ndarë në disa lote, në vend që të bëheshin në një tender të përgjithshëm, e bëri nga ana tjetër kësaj radhe që të ketë jo një vepër penale, por disa vepra penale për të gjitha lotet e kësaj vepre publike, dhe nga ana tjetër është edhe afera e tunelit të famshëm Llogaras që tashmë është në nënhetim. Kështu që janë disa çështje. Dhe për çështje të tilla u duk pak paradoksale, sikundër thatë ju, që të kërkohej pezullimi nga detyra dhe të mjaftoheshi vetëm me kaq dhe me bllokimin e daljes jashtë vendit, apo siç njihet ndryshe bllokimi i pasaportës së zonjës Balluku. Në këto kushte, kur u bë dhe ai krahu i forcës, pra midis qeverisë, kryeministrit Rama, i cili doli në mbrojtje hapur zonjës Balluku, dashur pa dashur, angazhoi aparatin e Këshillit të Ministrave për të kryer një ankimim në gjykatën kushtetuese në emër të kryeministrisë, duke kërkuar pezullimin e këtij pezullimi të zëvendëses së tij, pas vendimit të gjykatës kushtetuese edhe ai në vlerësimin tim disi i sforcuar, Spak pastaj mbetej vetëm dy opsione në gjykimin dhe vlerësimin tim, ose të kërkonte arrestin në shtëpi ose të kërkonte arrestin në burg. Tashmë do të presim të premten kur Kuvendi i Shqipërisë do të fillojë të shqyrtojë këtë çështje, sepse
dje menjëherë me ardhjen e shkresës zyrtare nga ana e prokurorisë posaçme SPAK, u vënë në lëvizje, dje mbasdite dolën dhe shkresat zyrtare, urdhrat e depozituar dhe të anoncuar nga kryetari i kuvendit, ku do njoftoheshin palët dhe seanca për çështjen e imunitetit, po flasim për seancën në komision, në komisionin e imuniteteve dhe mandateve, do të zhvillohet të premten paradite. Kështu që aty ne do të shikojmë pastaj edhe argumentat që do të mbajë qeveria, majoranca në këtë rast, opozita, por edhe kërkuesi, që është prokuroria e posaçme. Ndërkohë, çfarë bën opozita në këto momente, zoti Nesho? A krijon një marrëdhënie të re me ndërkombëtarët, a krijon një marrëdhënie të re me SPAK-un apo me qytetarët? Pyetja shumë e drejtë, Flavio, dua të them një gjë, që jemi në një moment që gjarprit i shpreh, jo vetëm bishti, po ndoshta gjysma e tij, por dihet që gjarpri e rikuperon. Akoma jemi në një proces që opozita duhet mendoj marrëdhëniet e saj me popullin dhe mendoj që ky regjim do t'i evidentohet më mirë në qoftë se populli e bën të qartë atë realitet të papranueshëm për të që po ndodh në Shqipëri. Të tërë e dinë, të tërë diskutojnë mënyrën se si vepron mekanizmi i këtij regjimit duke vjedhur pasuritë publike dhe shpërdoruar pronat e shqiptarëve. Edhe duke marrë penga ata që ankohen. Edhe ata, edhe të gjitha këto veprimtari. Prandaj, kërkohet që ky ndërgjegjësim, dhe kjo është puna kryesore e opozitës, e cila tashmë ka vendosur një raport të drejtë dhe komuniteti ndërkombëtar e kupton me të drejtë atë që ka thënë më përpara, që në Shqipëri mungesa e rotacionit politik nuk është mundësuar nga bashkëpunimi i regjimit me krimin e organizuar. Ka qenë diçka tepër e vështirë, ka qenë një opozitë e ndarë dhe sulmuar duke ju kundërvënë si një armë politike edhe drejtësinë, edhe këtë SPAK, i cili në shumicën e rasteve është përdorur në fillim nga elementë të caktuar të burokracisë ndërkombëtare, pse jo edhe të njerëzve të angazhuar në projekte konkrete me zotin Rama, të cilët kanë përdorur nga influencat e jashtme, ashtu edhe nga përkraja e brendshme e regjimit që kanë bërë që opozita shqiptare të ishte e shkatëruar nën presion, të mos mirte rolin e saj të caktuar, duke goditur kryetarin e opozitës, liderat e tjerë dhe duke penguar në të gjitha proceset legale të njohjes së saj, dhe ne të tërë këtë e dim. Sot ka rëndësi për shqiptarët, sidomos 22 dhjetori dhe në vazhdimsi, ashtu siç bëjnë popujt e tjerë të qytetëruar, që kanë një marrëdhënie të drejtë për drejtë me administratat e radhës, ashtu siç bëjnë bullgarët, siç bën gjenerata e re e njerëzve të cilët nuk pranojnë që të miren në përkëmbë dhe të shtypen nga regjime të tilla që kanë vetëm një pikë synim, pasurimin e tejskajshëm të tyre. Pra, në përgjigje të pyetjes, Flavio, unë them që zoti Rama janë kufizuar të gjitha gjërat. Unë mendoj që perspektiva e tij, duke parë edhe retorikën e kohëve të fundit që jep edhe në shtypin ndërkombëtar, duke folur në mënyrë maknice për ecurinë e jashtëzakonshme të mbretërive arabe, perspektiva e tij është si Maduro, ashtu siç i tha sekretari i shtetit që merr një vil në Katar edhe jepi liri popullit tënd që të veprojë në mënyrë të lirshëm, i pa presion, pa shtypje dhe të vazhdojë të jetojë i lirë. Edhe Rama është drejt kësaj rruge, po për të arritur deri këtu, dihet që është një regjim tashmë i pasuruar, një regjim që vazhdon të blej influencë, që përpiqet në gjitha mënyrat të kapi element të kompromentuar edhe në botën burokratike të jashtme për të shpëtuar sa më shumë lëkurën e tij. Prandaj ka shumë rëndësi, domethënë, marrëdhënia dhe segmenti i bashkëpunimit të popullit me opozitën e vërtetë, e cila
për një kohë të gjatë po përpiqet për të evidentuar faktet, për të bërë sensibilizimin e gjërave dhe për të arritur rezultate të domosdoshme për të mos humbur atë trenin që ka Shqipëria në integrimin evropian. Faleminderit ambasador, të lutem Nuri, kam një kuriozitet, duket sikur funksionuan denoncimet e opozitës, mos ndoshta do të kishit denoncuar më shumë Ramën që në fillim? Direkt? Unë mendoj, Flavio, që opozita ka denoncuar Ramën mjaftueshëm dhe e ka bërë detyrën e saj, ka denoncuar Ballukun, ka denoncuar të gjithë ata që kanë bashkëpunuar me Ramën, por sikundër e ka thonë dhe Kris Lasivit atëherë kur erdhi dhe unë kam qenë nga ata që e kam takuar pak ditë para se të bëj dhe njoftimi zyrtar, përpara datës 10 shkurt, ka ardhur një sherif i ri në qytet dhe unë mendoj, kjo është bindja ime, që kohët kanë ndryshuar. Me fitoren e Trumpit, gjërat filluan ndryshojnë gradualisht dhe tashmë gjërat po i shohin në mënyrë konkrete që po lëvizin. Shikoni, janë disa ngjarje dhe disa episode që unë i kam analizuar edhe më herët dhe po ja sjell shkurtimisht në vëmendje. Në muajin shtator pati disa lëvizje edhe në aparatin e kryeministrisë, janë larguar disa nga këshilltarët më të afërt të zotit Rama që në krye të bashkisë që ai drejtonte. Nuk ishin koincidenca, mendoj. Po ashtu në shtator nuk pritej që zoti Rama të shkonte në OKB dhe të përfaqësonte Shqipërinë dhe ndodhi kjo gjë dhe ai dërgoi presidentin Begaj. Aty çdo përfaqësues shteti duhet të takonte normalisht presidentin Trump, presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe dihet se sa rëndësi ka dhe se sa fort përpiqen politikanët e rajonit dhe sidomos Rama për një takim apo dhe një foto me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ishte një moment i rrallë që mund të shfrytëzohej pozitivisht politikisht, por fakti që nuk shkoi, edhe ai ishte një tjetër sinjal që gjërat kishin ndryshuar tashmë në qytet. Po kështu, me këto arrestimet e djeshme, Flavio, dhe kërkesat për arrest, unë e shoh personalisht që Ramës janë prerë krahët. Pra të gjithë bashkëpunëtorët e tij të afërt tashmë janë të neutralizuar dhe po neutralizohen njëri pas tjetrit. Gradualisht Rama është duke shkuar drejt fundit të tij politik, por sikundër u shpreh edhe më parë në studio, unë jam i mendimit se qytetarët shqiptar duhet i bashkohen protestës kombëtare të opozitës, sepse nuk mjaftojnë vetëm këto lëvizje, por duhet edhe një lëvizje qytetare. Shqiptarët është e vërtetë që ngrihen pak të fundit në rajon kur bëhet fjalë për ndryshime të rëndësishme politike, edhe 35 vite më parë kështu ishte, kur mbas rënies murit Berlinit dhe mbas rënies komunizmit në vendet e Ballkanit, po themi, apo në lindje, ne ishim të fundit mbas Rumanisë, Ceaușescu dhe të tjerë me radhë, dhe patëm një lëvizje deri diku paqësore, por dhe tashmë çfarë ndodh? Serbia ka gati një vit me protestat më dhe deri u arrit më në fund të merren zgjedhjet e parakohshme. Në Bullgari ra qeveria para pak ditësh. U ngrit Rumania. Në Greqi ka gjithmonë protesta të fuqishme sa herë që shkelen interesat e qytetarëve. Vetëm në Shqipëri është ka qenë deri tani pak e vështirë që qytetarët shqiptar të ngrihen dhe të kërkojnë drejtat e tyre. Kështu që është rasti. Mendoj unë që në 22 dhjetor qytetarët shqiptar të bashkohen me opozitën, të bashkohen me Partinë Demokratike për këtë lëvizje të madhe që pikërisht koincidon dhe me muajin dhjetor, muaj i ndryshimeve të mëdha politike në Shqipëri. Faleminderit gjithashtu Nuri, faleminderit Nesho. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare tani, rikthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me ne.